Nëse të duket sikur ke mbetur pas në jetë, kjo video është për ty. Mos u gënje nga shpejtësia. Ajo duket si fuqi, e fuqia e vërtet është durimi. E di si ndihesh kur të tjerët të duket se po ecin përpara, e ti ke mbetur në vend. Kur nxitohesh, kur krahasohesh, kur mendon se duhet kisha arritur më shumë deri tani. Por dëgjoje me kujdes. Ajo ndjenjë nuk do të thotë që je vonë, do të thotë se je në proces. Gjërat e vlefshme nuk ndërtohen shpejt. Besimi dhe jeta që do formohen ngadalë. Edhe ti po ndërtohesh ngadalë. Kur përpiqesh ti shpejtosh gjërat, zakonisht i prish. Kur ke durim, fillon të kuptosh veten. Mëson çfarë vlen me të vërtetë. Ka ditë që nuk sheh asgjë, asnjë rezultat, asnjë ndryshim. Por kjo nuk do të thotë që asgjë nuk po ndodh. Çdo ditë që vazhdon, edhe kur nuk ke motivim, po ndërton diçka. Edhe hapat e vegjël me kohë bëhen të mëdhenj. Prandaj mos u dorëzo vetëm se rezultati është i ngadalshëm. Ti nuk je vonë, ti je duke u formuar. Vazhdo. Nxitimi të dërgon dikun, e durimi të dërgon aty ku duhet.